Përshëndetje miq, mirë se vini në kanalin tim të gatimit. Për ju që nuk më njihni, unë jam gatuar me shkodranën sërë dhe sot do të ndaj me ju recetën e kadaifit me krem të verdh dhe krem karamel, që është me të vërtetë fantastike, ju në rën kur keni mysafir ose kur doni me e përgatit për festa. Tek një tigan do shtoni gjalpin. Masi e keni hedhur ton gjalpin tek tigani, do shtoni kadaifin. Nëse doni sa ma shumë receta, mos harroni me bë like edhe subscribe, me ndez zilën. Në momentin që unë postaj videon, ju vjen njoftimi që unë e kam postuar dhe mund ta shihni fill. Masi kena shtu kadaifin, e përzejmë mirë dhe i shtojmë arra të blume. Du shtojmë edhe sheqerin, i përzini edhe një herë mirë edhe keni mi vendos në zjarr të ulët për mi skuq. Kadaifin e skuqme edhe e lojmë u ftoft një anë. Ndërkohë që kadaifi ftofet, na përgatisim kremin me të verdh vezet, sheqer. Mos të harrojmë ju thonë që me të njëjtin emër si që e kanë në kanal, mundi me më gjetë edhe në Instagram e në TikTok. Masi kena hedhë sheqerin, e përzijmë mirë, mandej shtojmë qumshtin gradualisht duke e përzijë vazhdimisht në mënyrë që sheqeri edhe vezat të treten me qumshtin. Për me pas një krem si që duhet, unë i kam shtu një sheste, ndaq ju mund të shtoni edhe miell. Përzijmë në mënyrë që një shestja mos të mesin kokriza edhe e vendosim në zjarr të ulët derisa kremi të trashet. Masi ashtë trash, e leni mu ftoft pak fare. Ndërkohë ju mund të përgatisni gotat me kadaif, shtoni shtresën e parë të kadaifit, si që shihni shumë qartë edhe në video. Për 4 gota, unë kam përdorur kaq masa si që kam lënë të shënuar brenda videos. Ju mund të përgatitni ma tepër nëse doni me bë sasi ma tepër, pra gota ma tepër. Shtojmë edhe shtresën e parë të kremit tek kadaifi. I mbushni mirë të gjitha gotat. Vazhdojmë me shtresën e dytë të kadaifit, i mbushim mirë të gjitha gotat, siç po edhe me kremin. Përsëri shtresën e dytë të kremit ndër të tana gotat. Vazhdojmë me shtresën e fundit të kadaifit, e hedhim sipër kremit. Për ma tepër shije të theksume, ju këshilloj të hedhni krem karamel siç unë ja kam hedhë, sepse me të vërtet del një kombinim fantastik. Në fund krejt, keni mi shtu edhe pak arra të blume, keni me lënë për 2 orë në frigorifer, edhe mandej e keni gati me shiju. Faleminderit dhe mos harroni të bëni like.